Çeni pak se ku shkoj. S'ka problem. Më duket pak gri. Jeffrey Epstein. Përshëndetje që të gjithë dhe unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog. Përshëndetje dhe nga Gjeli. Më duket mua po më lëviz kjo, ma është trojnë, më shpërshëndron ky telefoni, harroj se çfarë them. Nejse, jam bërë gati, do shkoj në punë. Sot e kam marrë me pak më shumë terezi sepse dje kam shkuar shumë herë dhe kam ardhur në shtëpi shumë vonë edhe jam lodhur, shiqyr zotit. Kemi punë, po jam lodhur edhe e kam ndier atë lodhjen, besoj se më kuptoni. Që thash sot po e marr me pak më shumë terezi, po kjo terezia po shkon vonë, okay? Kam lyer edhe flokët, nuk e di nëse e kuptoni, kam lyer në ngjyrën time, po kanë marrë një shkëlqim edhe nuk më duken ato thinjat dhe ajo rrënja e dal këtu. Tani kam marrë edhe një krem të ri për fytyrën, mirë po nuk jam e sigurt nëse është i mirë apo jo, sepse më duket sikur më ka shfaqur disa puçra, kështu që do ta testoj një herë edhe më pas do t'ju them nëse ja vlen që ta merrni apo jo. Tani ikim në punë. Jam bërë shumë këtë mirë, sepse u tregova që kam larë xhamat, kam hequr edhe pemën, e tani dyqani ka ardhur në terezi. Jam këtu. Nuk e di as vet, po dita sot ka ikur super shumë shpejt. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Unë kam ardhur në dyqan, ju tregova vetëm pak sekonda më përpara. Dhe kam për të ikur. Kam për të ikur nga dyqani sepse kam një takim pune në Myslimshyr dhe dua që të moroni fat. Së pari, së dyti, përpara sa të ikit tek ky takim i punës, më duhet patjetër të bëj një fustan gati, ta çoj te rroba gjipsja pasi e kam për të shkurtuar, edhe duhet ta dorëzoj pas dite, pasi të kthehem nga ky takimi që kam. Kam bërë dhe një njoftim në fakt në të dy faqet që dyqani sot do të jetë i mbyllur për shkak se nuk e di se çfarë do mbaroj atje dhe çfarë do kthehem, kështu që e lash vetëm me dorëzimin e këtij fustanit që vajza i kishte rezervuar paraprakisht. Edhe pas dorëzimit unë sërish ta mbyll edhe herë dyqanin, pasi kemi njerëz për darkë sot, kemi djalin e Xhaxhit me familjen e tij. Kështu që kjo dita sot më shumë si një ditë pushimi se sa një ditë pune këtu tek Sharmi. Life is a winding road, no telling where it goes. Gëzuar, se kisha Mirë mëngjesi që të gjithë nga disa ditë më vonë, po, jemi disa ditë më vonë sepse unë mendova se kisha xhiruar mjaftueshëm, e para, e dyta, më zuri prap gripi, nuk po më lëshon, syti kam të kuq, zërin 50-50, hundët e bllokuara, nga ky veshi këtej nuk dëgjoj fare, e kam kështu duket sikur është delikat, sikur do pëlqasni nga momenti në moment. Edhe hapa unë për të parë se sa kisha xhiruar, shofun as 3 minuta, ndoshta 3 minuta e pak. Thash Albana sot hap kamerën edhe filmo, çfarë do lloj gjëje që të bësh sepse nuk ka kuptim vlogu aq i shkurtër. Dhe u kujtova që ju pata thënë për një krem të ri që unë kisha marrë, për një produkt të ri për fytyrën që kisha marrë, edhe është ky i Mishës, është numri 23. Unë thash që do ta testoj disa ditë sepse më kishin dalë disa puçra, po besoj se ato puçrat i kisha për shkak të ciklit. By the way, më ishin vonuar pak, mirë po e sqarova si muhabet, gjithsesi, unë kam marrë këtë Mishën numrin 23, ma kanë super sugjeruar gocat e Instagramit, mirë po më duket pak gri, okay? Më dukte shumë gri në fillim, edhe unë përdor shumë pak produkt, ky nuk ka nevojë për shumë produkt, dhe më pas, pasi po kalonte çdo ditë dhe po filloja të kuptoja më mirë se si duhet ta përdor, më pëlqen tani, është BB cream dhe është shumë pak mbulues, fiks sa për të mbuluar ato defektet e lëkurës që neve kemi. Kështu që tani do ta vendos dhe do ta shikoni edhe ju ndryshimin. Kaq është sasia që unë vendos edhe me duar më pas e aplikoj. Dhe kështu duket fytyra pas aplikimit. Nuk e aplikova me ju sepse nuk e kam tripodin këtu edhe duhet ta mbaj me dorë telefonin dhe nuk kam ku e vendos. And I
Te shtëpia ju tregova që ka marrë mishën. Në fakt ka marrë edhe këtë glossin e Huda Beauty që është në shade-in posh edhe është super. Alte morin kështu. Let's figure out where the road goes. Mirë mëngjesi, ditën sot e nisim me pagesa. I'm searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on. Ju thash që kisha disa pagesa për të bërë, në fakt kisha pagesën e qeras, kështu që shkova e kryva te banka, tani kam marrë në dyqan dhe gjeni pak ç'do bëj. E mbani mend kur I bëra qerpikët tek Bruna Estetik në dhjetor apo ka qenë fund nëntori, nuk e mbaj mend mirë, kur ka qenë? Atëherë ka qenë, jo, më duket se ka qenë fillim dhjetori. Te ky syri këtej më ka ngelur goxha mirë, duket sikur shikoj pak. Ka ngel mirë, nuk është se ka ngel keq, ka ngel nga një fije nga fundi, ndërsa këtu ky sy këtej është skandal fare. Edhe Bruna erdhi te dyqani edhe më tha që ka marrë gjërat me vete që të më bëj edhe vetullat laminim, edhe të më heqi qerpikët që më kanë mbetur. Me 5 ditor. Me 5 ditor. Po, sot është 5 shkurt. 2 muaj më I motor dhe akoma janë qerpikët aty. Shikoni. Duhet ta afroj shumë afër. Pas vendos pa dalë. Vetëm tu kanë ngel kështu si trash, nuk e di pse, ndërsa nga kjo ana këti kanë ngel mirë. Nëse do I heqim sot edhe do bëjmë vetullat laminim apo jo? Po, sa qef. Se vetullat më kanë rënë më shpejt. Dhe na kishte sjell 2 trëndafila dhe Rafaela do të ka marrë një pije. Qerpikët I hoqëm, tani po bëjmë vetullat. Da shikoni dhe juve sa pak vetull kam unë. Lapsi benefit. Sa të mirë janë ato për zotin? Shumë. Nuk e di të më thënë. Në shpëtim. Është një nga më të mirat. Mona Lisa hu. I bëra edhe janë pak të kuqe. Unë kam pak fytyrën delikate, edhe më skuqet direkt. Mirë po, ky është pak a shumë përfundimi, por do ta shikojmë nesër akoma më mirë. Se do të zbardhet edhe pak boja normalisht, pas larjes. Sot ka qenë dita që unë dhe mami të kujdesemi për veten. Sa po I kam lyer flokët, tash I shoh se do I dali. Sa do ta mbaj mama një 30 minuta se unë I lyej çik si avash, e dini ju besoj që dali sa më mirë, edhe të shohim përfundimin. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, e di që nuk ju tregova përfundimin e flokëve të mamit, mirë po më tha, duke qenë se dje neve mbaruam pak vonë flokët, edhe nuk I bëri dot me ato kastruelat e saj të voçkla, edhe më tha që nuk do mi filmosh sot, po do mi filmosh nesër, kështu që unë sot sapo të kthehet mami nga puna, do t'ja u tregoj. Jo se mami I bën ndonjë lyrë të jashtëzakonshme, po këtë herë kishte ndryshuar ngjyrën nga hera e fundit, edhe do ja u tregoj pse jo ndoshta juve ju pëlqen ajo ngjyra dhe unë ju tregoj edhe numrin që mori mami. Këtë herë kishte marrë Garnier. Asnjëherë nuk merr Garnier, këtë herë e kishte parë, e kishte marrë edhe I doli shumë bukur. Më pëlqeu për vete. Ndërkohë unë kam disa ditë që mendoj se dua të flas për një temë që nuk e di nëse ju ka dalë edhe juve apo vetëm mua. Por besoj se është bërë pak lajm botëror, pavarësisht se nuk është se po flitet shumë këtu në Shqipëri. Jam bërë disa emisione, po jo s'është folur tamam për këtë gjë. Edhe bëhet fjalë për Jeffrey Epstein, për atë qenien, se nuk është njeri, për atë qenie që kishte një ishull, edhe në atë ishull bërin rituale satanike, përdoreshin fëmijë, vajza adoleshente, pra minorene, vajza të rritura që përfundonin në një gjendje, nuk e di, domethënë kanë dalë disa foto, disa video që janë shumë shqetësuese, realisht shumë shqetësuese, edhe nuk po flitet shumë këtu në Shqipëri, edhe mendoj për faktin se ai ishte izraelit, edhe elita që ka marrë pjesë në këtë ishull, më shumë ishin të krishterë katolik, dhe këtu në Shqipëri nuk po flitet aq, më kuptoni, nuk e di si t'ja u shpjegoj, se thjesht e imagjinoj dhe mendoj se në rast se ky do të ishte musliman dhe do kishte ndodhur në vendin e lindjes së mesme apo edhe në Turqi apo nuk e di, do ishte bërë nami në Shqipëri. Dhe kur them do ishte bërë nami, do ishte bërë. Besoj se e dini, e keni kuptuar se si reagojnë njerëzit ndaj një vajze që vesh shami, okay?
edhe nuk u flet mjaftueshëm, edhe është realisht shumë shqetësuese që ne vazhdojmë edhe, kur them ne, flas për një pjesë të shqiptarëve, jo unë personalisht, vazhdojnë të mbrojnë izraelitët, vazhdojnë të mbrojnë njerëz që nuk duhen mbrojtur, kanë filluar edhe të justifikojnë këtë Jeffrin, dhe mua më duket e jashtëzakonshme. Çfarë po ndodh me botën? Çfarë po ndodh me gjithë politikanët evropian? Ishin princesha të përfshirë. Nuk e di, për mua është realisht e jashtëzakonshme. Dalë 3 milion dokumente që janë pafund dokumente, pafund. Ishte përmendur edhe Shqipëria diku aty nga një diplomat i cili kishte vizituar Shqipërinë edhe kishte thënë që Shqipëria ka vajza të mrekullueshme, këtij Jeffrit, edhe një vajzë shqiptare që kishte aplikuar për të qenë sekretarja e këtij Jeffrit. Shpresoj që të jenë mirë, edhe shpresoj që gjithë elita që është akoma gjallë e përfshirë në këtë skandal kaq të madh të dënohet, edhe ato fëmijë dhe ato vajza që kanë shpëtuar nga ishull, shpresoj që të mos vuajnë nga traumat, sepse është vërtet traumatike. Nice, jam shumë kurioze të di mendimin tuaj për këtë gjë, nëse e keni parë dhe çfarë mendoni, të ma shkruani në koment, ndërkohë që jashtë po bie super shumë shi, vetullat ju pëlqejnë, nuk pëlqejnë jashtëzakonisht shumë dhe fytyra ime ka marrë pamje tërë komplet. Rimelin e kam lënë te puna, u bë 2 muaj që nuk e përdor, kështu që kur shkoj atje do t'i lyej se dukem pak si fantazëm. Edhe tani të iki në dyqan, ndërkohë që do vijojmë të punojmë me dorë fustanin që ne po qepim, pasi duhen mbushur me detaje, me ruaza që të shkëlqejnë sa më shumë. Apo kam hequr edhe thonjë tyje, sepse fillon Ramazani edhe kam disa ditë borxh, unë zakonisht i lë për ditë të fundit, edhe këtë herë njësoj, thash do t'i bëj dhe prap kam ngelur për ditët e fundit, po do të filloj nesër që t'i kryej, dhe thash t'i heq dhe t'jem në rregull me veten edhe me rregullat që ka feja. Tani të vesh atë edhe të ik. Even if the sky is falling down. Unë nuk e kam thënë, por kam filluar një mini job ku merren me dy faqe Instagrami, edhe kam një mik këtu që nuk e shikoni dot, shikojeni pak si t'ja tregoj, ja ku është këtu. Edhe sot ka qëndruar gjithë kohës me mua, edhe i thash që të merrte pjesë tek videot që po postoja në Instagram, po nuk po dëgjonte, donte vetëm të qëndroj këtu. Tani unë do iki, kështu që ti do t'ikësh nga nga supi im. Jo. Duket yll. Ju thash që sa po të shkoj në shtëpi do ju tregoj se si kanë dalë namit flokët, shikoni pak sa bukur. Pëlqen më shumë kjo ngjyra se sa ajo ngjyra që kishe ama. Tjetra ishte pak më e errët. Shikoni ka çorrela. Unë po editoja video në fakt edhe vura re që nuk kisha bërë një mbyllje dhe thash të hap telefonin edhe t'ju them faleminderit që më ndoqët, mos harroni të më bëni ndonjë like, ndonjë koment, follow në Instagram Albana Visposhahinas, do bëni subscribe se jo dhe do të shihemi në videon tjetër në një udhëtim. Gjeni pak se ku të shkoj.